Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Historia që do të sjell sot është një histori shumë e vuajtje. Është një histori shumë e dhimbje dhe është nga ato histori që ne ndonjëherë nuk e mendojmë që pas atyre ditëve të bukura që kalojmë, pas atyre ditëve të mrekullueshme që kalojmë, mund të na vinë dhe ditë të këtilla të rënda. Historia fillon kështu. Quhem Suada. Jeta ime mund të duket si një nga ato tregime që i lexon në libra apo i dëgjon në filma dhe mendon, nuk mund të jenë e vërtetë. Por është jeta ime. Është dhimbja ime. Është dashuria ime. Isha e re kur e njoha atë. Një shikim mjaftoi. Në sytë e tij gjeta një ngrohtësi që nuk e kisha përjetuar kur më parë. Një premtim të heshtur që gjithçka në këtë botë do të ishte më e mirë për sa kohë ishim bashkë. Dashuria jon lindi si një lulëzim i qetë, i pastër, pa zhurmë, por plot me jetë. Ndërtuam ëndrat tona si fëmijë që luajnë me kulla rëre në bregdet, të paditur për stuhin që fshihej pas horizontit. Jeta jon ishte thjesht dhe e bukur. Një shtëpi e vogël, ëndrat e mëdha, buzëqeshjet e pafundme, ku fëmijët tanë ishin bekimi më i madh që na e fali Zoti. Një jetë e zakonshme, por për ne ishte një parajs e vogël mbi tokë. Derisa ajo ditë e mallkuar erdhi. Në një aksident, një moment, një çast ku gjithçka u ndal, nuk më kujtohet shumë, vetëm zhurma e shurdhët e metalit që përplasej, thirrjet e njerëzve, aroma e tmerrshme e djegjes. Dhe pastaj errësirë krejtësisht. Kur hapa syt, jeta që kishte njohur kishte marrë fund. Burri im, shtrirë në një shtrat spitali, pa ndjenja dhe pa shpresë. Kur mjekët më thanë që kishte humbur këmbët, ndjeva sikur edhe zemra ime kishte ndaluar së rahuri. Lotët më mbyteshin në fyt, por nuk më lejohej të bija. Duhej të isha e fortë për të dhe për fëmijët tanë. Kaluan muaj të tërë mes operacioneve, ndërhyrjeve të panumërta, dhimbjeve të pafundme. 3 vite të gjatë në spitale në Shtetet Bashkuara të Amerikës. 3 vite ku çdo ditë dukej sikur koha qëndronte pezull. Ai luftonte jo vetëm me dhimbjen fizike, por edhe me demonët brenda vetes. Shpesh më shihte me sy të trishtuar, duke më kërkuar ndjesë që më kishte ngarkuar me barën e tij. Kishte frikë se do e lija. Po çfarë ai nuk e kuptonte ishte se për mua ai nuk ishte vetëm një trup. Ai ishte shpirti që kisha dashuruar, ai ishte burri im. Jeta na kishte thyer trupat, por jo shpirtrat tanë. Në ato vitet e erta punoja 2 turne pa u ankuar. Lodhesha deri në palc. Kishte net që mezi qëndroja në këmbë, por kur nuk u dorëzova. Çdo qindarkë që fitonim ishte për një të ardhme më të mirë, për fëmijët, për të siguruar që edhe burri im të mos ndjehej një bar, por një pjesë krenare e familjes sonë. Kur mjekët vendosën t'i vendosnin proteza, një reze shpresë depërtoi mes errësirës. Procesi ishte i dhimbshëm, çdo hap i tij ishte një betejë me dhimbjen, me frikën dhe me pasigurinë. Unë isha aty, çdo sekond. Mbaja dorën e tij, kur ai lëkundej mbi këmbët e reja, fshija lotët e tij kur ai mendonte se nuk mund ta bënte më, dhe e shtyja përpara kur ai dëshironte të dorëzohej. Ka pasur ditë që ndihej i thyer,
që mbyllej në vete që nuk pranonte as fjalët e mia më të ëmbla. Dhe unë, edhe pse më thëritej shpirti nga dhimbja, nuk u dorëzova kur, sepse dashuria jon nuk ishte ndërtuar mbi të pamundurën, por mbi besimin dhe përkushtimin e përjetshëm. Fëmijët tanë këta ëngjëj të vegjël ishin gjithashtu heronj të padukshëm të kësaj historie. Ata rriteshin mes një lufte të heshtur për të mbajtur nën kontroll frikën, dhimbjen edhe mungesën. Çdo buzëqeshje e tyre ishte një dritë në errësirë për ne. Por, falemnderit Zotit, sot burim ecën me ndihmën e protezave. Jo si dikur, jo me lehtësinë që kishte, por me krenari. Çdo hap i tij është një kujtesë e betejës që kemi fituar bashkë. Dhe unë ende, çdo mëngjes, zgjohem me një ndjenjë mirënjohje të pafund, sepse ende e kam atë pranë, sepse dashuria jon ka mbijetuar atje ku shumë të tjerë do të ishin të thyer. Në këtë udhtim të tmerrshëm dhe të mrekullueshëm, mësova se dashuria vërtet nuk është thjesht të duash në ditët e mira, është të duash kur gjithçka është në errësirë, kur shpirti është i lodhur dhe zemra e përgjakur. Unë jam Suada, dhe nëse historia ime më ka mësuar diçka është kjo. Dashuria vërtet nuk pyet për pamjen as për rrethanat. Dashuria vërtet është një premtim që e përsërit çdo ditë edhe kur gjithçka tjetër shembet rreth teje. Në fakt kjo është historia e dhimbshme e Suadës, e cila këtë histori e ka ndarë me të gjithë ne, duke treguar atë dhimbjen që Suada ka kaluar, atë tmerrin që Suada ka kaluar dhe atë vështirësinë që Suada ka kaluar. Duke patur besim në njëri tjetrin, sepse besimi është shumë i rëndësishëm në dashuri, duke patur respekt për veten pikëspari dhe më pas për partnerin, me patjetër që ti nuk do të vlerësosh atë çfarë ai nuk ka, po ti do të vlerësosh shpirtin e tij siç e ke vlerësuar që në ditën e parë. Edhe kur flasim për dashuri të sinqerta dhe dashuri të vërteta, dashuri të sinqerta dhe dashuri të vërteta janë po këto. Po këto që ne i dëgjojmë, po këto që ne na i rrëfejnë dhe po këto që ne i komentojmë në për të gjitha rrëfimet që po bëjmë për jetën e tyre, për këto që po tregojmë. Suada ka treguar gruan fantastike që një nënë e mrekullueshme, një grua e mrekullueshme, pa marrë parasysh çfarë sfidash do t'i vinë në jetë, ajo gjithmonë sakrifikon me këmbëngul për të ruajtur familjen e saj.